mbrëma shikues të nderuar. Jemi prap bashkë me Klik Plus. Sonte do të tentojmë bashkërisht të kuptojmë se çka saktësisht është duke ndodhur me procesin e Përzhinës. Do të shikojmë se çka përfituam apo çka solli kjo marrëveshje kornizë e Përzhinës për të gjithë ne. Do të nisemi nga vizita e fundit e emisarit gjerman për krizën në Maqedoni Johannes Heindel, i cili sot nuk e thas një fjalë se çka gjeti pasi erdhi për të katërtën herë në Shkup. Pse qysh tek mundemi vetëm me spekulu, por kjo është punë e portaleve. Në studio me ne sonte për të folë për këtë temë i kemi analistin politik Xhelal Neziri, Ministeri Zotri Neziri, dhe gazetarin Aser Selmani. Pa e zgjatur më shumë, ndjekim kronikën e kolegës Arbana Qerimi, e cila ju sjell këtë raport për juve dhe kthehemi përsëri në studio. Për të katërtën herë Johannes Heindel në përpjekje të re për të tejkaluar krizën politike, diplomati gjerman para se të nisë takimet me liderët e 4 partive në shkruese të Përzhinës, u takua me euroambasadorin e Ivo Oraf. Javën e kaluar, unë së bashku me ambasadorët që vinë nga Unioni Evropian dhamë një deklaratë, dhe ajo nuk ishte vetëm sa për të dhënë një deklaratë dhe rastësishme. Ne dëshim që të inkurajojmë të gjithë partitë politike që të zbatojnë marrëveshjen e Përzhinës sa më shpejt që është e mundur. Fatkeqësisht nuk ka shumë gjëra pozitive për të raportuar sot, dhe shpresoj që nesër do të ketë një takim kur më në fund partitë politike do të takojnë përsëri dhe ndoshta mund të lëvizin përpara, tha Oraf. Heindel u takua me liderët e 4-shës së Përzhinës, larg vëmendjes së mediave. LSDM përmes një komunikate ka deklaruar se çfarë është biseduar me të dërguarin special gjerman. Sipas kësaj, partia nuk ka kohë për të humbur dhe se duhet sa më shpejt të krijohen kushte për zgjedhje të lira dhe demokratike. Zaev ka thënë se për listën zgjedhore dhe ligjin për media mund të arrihet marrëveshje në ditët në vazhdim. Edhe nga VMRO DPMN informuan për takimin përmes një komunikate duke theksuar se në takim kanë shprehur përpjekjet e tyre për zgjidhjen e krizës. Sipas kësaj, partia janë të përkushtuar për arritjen e vendimeve pozitive të bazuara në përvojat evropiane, duke përfshirë, siç thuhet, reformat në media, lista zgjedhore dhe reforma tjera. Ndërsa Meti dhe Heindel bashkëpunua për situatën politike në vend dhe shtjelluan zgjedhjet e mundshme të ngërçit politik. Ata kryesisht diskutuan rreth çështjeve të pastrimit të listës zgjedhore dhe të mediave si parakushte për caktimin e ditës së zgjedhjeve të parakohshme. Vetëm kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi është prononcuar para mediave. Thaçi deklaroi se vendi po fundoset dhe sinjal për këtë është bërë edhe shkurtimi i pafondeve për Maqedoninë. Lehtësuesi gjerman në bisedim Kthehemi në studio, shikues të nderuar, do të flasim pa prezencën e politikanëve që realisht do të duhet të ishin me ne në studio, por ja që ndoshta janë në pushime apo hezitojnë të flasin për këtë temë, sepse si duket s'kan çfarë të thojnë. Takime po zhvillojnë, por po del se s'po duan të përsëriten. Ndoshta kam gabim, zotri Selmani, ju keni qenë edhe të kyçur në këta bisedime. Sot pas emisarin gjerman në Shkup e priti Ivo Oraf, pas takimit dha deklaratë dhe tha që nuk ka shumë gjëra pozitive për të cilat duhet raportuar. Po mirë, megjithatë, nëse tha që nuk ka shumë gjëra, do thotë që ka diçka pozitive. Nga kjo lind pyetja se a ka diçka pozitive, zotri Selmani, sipas jush nga marrëveshja e Përzhinës? Nga marrëveshja e Përzhinës, gjëja më pozitive është përfshirja e faktorit ndërkombëtar. Mendoj se pas marrëveshjes së Përzhinës në Maqedoni, faktorët e brendshëm nuk mund të vendosin për çështje të rëndësishme në Maqedoni pa konsultuar dhe pa marrë miratimin e faktorit ndërkombëtar. Sipas me, ky proces i Përzhinës ishte një imponim i faktorit ndërkombëtar që në një mënyrë të mos lejoj faktorët politik në Maqedoni, duke i njohur veprimet e tyre dhe mënyrën e veprimit të tyre, që një agent ta kenë kështu për takime të fsheta, të merren vesh për interesat e tyre të ngushta partijake, ndërsa në opinion të aktrojnë për kinse diskutime që bëhen për çështje të rëndësishme të vendit. Mendoj se sikur të mos ishte procesi i Përzhinës, unë jam i bindur që faktorët politik të vendit, VMRO-ja dhe Lidhja Social-Demokrate, do ta gjenin vetin dikun për disa çështje, por mendoj se realisht nuk do të ndryshojë asgjë. Unë mendoj se kjo grindje që ndodh mes partive maqedone ndodh për një arsye të thjeshtë.
Ky sistem që është ndërtuar për të mbrojtur interesat e bashkësisë më të madhe etnike, ndërsa interesat e bashkësive tjera janë të dorës së dytë dhe askush nuk pyet. Është ndërtuar një sistem i cili në mënyrë të konstante diskriminon dhe anashkalon interesat e bashkësive tjera dhe përdoret apo në një mënyrë keqpërdoren institucionet e sistemit, resurset e sistemit, resurset e shtetit për të në një mënyrë për të promovuar interesat e Bashkisë Maqedone dhe për të luftuar interesat e bashkësive tjera. Atëherë kur VMRO DPMN në një mënyrë filloi të përdor gjykatat, përdor administratën, të përdor gjithë instrumentariumin e shtetit kundër opozitës për të ruajtur pushtetin e vet, si duket ajo marrëveshje gjentelmenesh që ka ekzistuar më herët mes partive maqedone pushoi. Në fillim të krizës, si duket ato ishin të bashkuar që të mos lejojnë përfshirjen e faktorit ndërkombëtar në këto bisedime, që faktori ndërkombëtar të jetë palë në bisedime, po mendoj se konflikti apo ngjarjet e Kumanovës në derë të madhe e kthyn faktorin ndërkombëtar këtu, dhe unë nuk çuditem se Partitë Maqedone bën një rezistencë, kështu të them, të koordinuar për të mos ndodh reforma serioze dhe qëndrueshme në Maqedoni. Selmani do thotë që nuk shihni asgjë pozitive përveç ka pozitive sepse monopoli i partive maqedone për të vendosur për çështje të mëdha në Maqedoni, më atë monopol nuk e kanë. Ata pas Përzhinës nuk do të mund në asnjë mënyrë të anashkalojnë faktorin ndërkombëtar. Do të shohim më vonë edhe se çka kanë bërë partitë shqiptare në kuadër të këtij procesi. Ju zotri Naziri, si komentoni deklaratën e zotrit Oraf sot? A e tha këtë gjë se ka diçka pozitive vetëm që mos thotë se s'ka asgjë? Unë mendoj se kësaj radhe Hajndel vjen me një strategji tjetër, pra diplomatike. Kur themi diplomacia e karotit dhe karotës dhe shkopit, pra kësaj radhe përdorin shkopin, me vetë ardhjen, pra në ditën e qëndrimit në Maqedoni u publikua lajmi nga Komisioni Evropian për shkurtimin e mjeteve nga IPA 2 fondet e Bashkimit Evropian për Maqedoni. 69 milion euro pra ju shkurtuar Maqedonisë dhe ju more drejta e menaxhimit të fondeve evropiane, pra qeverisë. Kjo është një lloj paralajmërimi për Maqedoninë se nëse nuk i përmbahet marrëveshjes së Përzhinës, në cilën u involvua drejt për drejt faktori ndërkombëtar në arritjen e asaj marrëveshje. Pra ishte komisari për zgjerim Johannes Hahn, ai cili udhtoi disa herë dhe qëndroi deri pas mesnate për të bindur liderët politik të Maqedonisë që të nënshkruajnë atë marrëveshje. Ishte edhe intervenimi i Victoria Nuland, pra ndihmës sekretarit të Shtetit Amerikan, që ajo marrëveshje të arrihet dhe kjo marrëveshje e garantuar nga faktori ndërkombëtar nuk u zbatua në praktik, apo formalisht u zbatua nga ana e qeverisë, gjë që bëri që faktori ndërkombëtar të aktivizohet me një strategji tjetër ndaj Maqedonisë. Atë që unë e shoh si pozitive në këtë rast edhe të vizitës së zotit Hajndel, edhe të vizitës që pritet të ndodh pra më 11 të korrik e zonjës Nuland, paralajmëroj një fazë të re të involvimit ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës Maqedonisë, fazë e cila më tepër ngjason me atë të pasmarrëveshjes së Ohrit, kur disa parti politike, konkretisht VMRO DPMN-ja, eskivonte implementimin e marrëveshjes dhe pikërisht për atë shkak pra në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e më vonë të Bashkimit Evropian u gjendën shumë politikanë të Maqedonisë, për të cilët u vlerësua se e pengojnë implementimin e marrëveshjes së Ohrit. E njëjta rëndësi është dhënë edhe marrëveshjes së Përzhinës. Pra, kjo është marrëveshje e stabilizimit të Maqedonisë dhe çdo pengesë për implementimin e saj paraqet edhe pengesë për stabilizimin e Maqedonisë. Pra, nëse nuk ndodh stabilizimi, logjikisht që do të ndodh destabilizimi. Pra, unë mendoj se faktori ndërkombëtar nuk do të lejojë qeverinë që ta destabilizojë vendin me atë që nuk do të implementojë marrëveshjen e Përzhinës, marrëveshje e cila është vetëm një ekstrakt nga i raporti i Pribes, i cili e skenoi sistemin që e përmendi dhe Naseri
i cili është burim krizash në Maqedoni. Pra është një sistem i kapur nga parti të një bashkësie etnike, një sistem i cili është manipuluar për interesa partijake dhe një sistem i cili gjeneron kriza. Pra, raporti i Pribes është ai skanimi i cili duhet të implementohet pas zgjedhjeve, ndërkohë që marrëveshja e Përzhinës është ai ekstrakti i cili duhet të mundsoj zgjedhje korekte në Maqedoni. E theksuat rëndësinë e marrëveshjes Përzhinës, bile krahasuat edhe me atë marrëveshjen e Ohrit, të shohim se çka ka ndodhur në gjatë periudhës një vjeçare pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Një vit më parë, pikërisht më 2 qershor, liderët e 4 partive më të mëdha në vend nënshkruan marrëveshjen politike që në opinion njihet si marrëveshja e Përzhinës. Atë natë, komisioneri Johannes Hahn falenderoi liderët politikë dhe tha se kjo marrëveshje do t'i hapë dyert Maqedonisë drejt perspektivës euroatlantike. Kjo natë është e shkëlqyeshme për vendin tuaj, do të hapë dyert drejt perspektivës euroatlantike, duhet të mburreni me liderët e këtij vendi. Por kjo nuk doli të jetë kështu. Problemi i parë u paraqit më njëherë pas deklaratës së komisionerit Han, i cili deklaroi se në përgjithësi raportet e OSBE-s dhe ODIHR-s për zgjedhjet në Maqedoni janë pozitive. Kjo deklaratë shaktoi nervoz tek partia opozitare, prej nga akuzuan eurokomisionerin për një anshmëri, kurse lideri i LSDM Zoran Zaev tha se nuk do të jetë prezent në takimin e caktuar për atëherë, me 10 qershor në Bruksel. Ndërkohë, prokuroria publike ngriti padi kundër drejtuesit të opozitës për mitmarrje. Dhe kjo ishte vetëm paralajmërimi se si do të vazhdojë zbatimi i kësaj marrëveshje. Marrëveshja përmante disa pika që do të duhet të kthenin normalitetin politik në vend. Kthimi i opozitës në kuvend ishte kushti numër 1, që duhet ndodhur me 1 shtator, por një prej elementeve kryesore ishte edhe qeveria kalimtare, e cila u formua me 18 ditë vonesë. Pjesë e kësaj marrëveshje ishte edhe ndalesa për publikimin e materialeve të përgjuara në skandalin e publikuar nga LSDM, që u respektua, por partia opozitare dorëzoi materialet në prokurorinë speciale publike me 15 ditë vonesë. Një nga pengesat më të mëdha të këtij procesi ishte ligji për privatësi i propozuar nga deputetët e përbërjes qeverisëse, Tala Xhaferi dhe Kërsto Mukoski. Ligji u vlerësua se kishte elemente të cenzurës dhe ishte i papranueshëm për sektorin civil dhe faktorin ndërkombëtar. Por pas insistimit të ndërkombëtarëve ligji u tërhoq, kurse me propozim të ndërmjetësit Pieter van Houte u sollën 2 ligje, ai për mbrojtje të privatësisë dhe ligji për mbrojtjen e denoncuesve. Një nga elemente më të rëndësishme të marrëveshjes ishte edhe formimi i prokurorisë publike speciale, por edhe ky proces nuk shkoi pa pengesa. Obstruksionet e para erdhën prej Këshillit të Prokurorëve Publik, të cilët refuzonin që të miratojnë numrin e prokurorëve që kërkonte kjo prokurori. Problemi i dytë ishte edhe sigurimi i kushteve dhe buxheti për punë. Por edhe përkundër pengesave, prokuroria speciale u formua dhe deri më tani ka proceduar 5 raste, duke hapur procese për afera korruptive, keqpërdorim të detyrës zyrtare, kurse në preskonferencën e parafundit prokuroria speciale Katisa Janeva tha se posedon informacione se një shumë e madhe të parave buxhetore kanë përfunduar në xhepa privat. Organizimi i zgjedhjeve të drejta, të lira dhe demokratike ishte një ndër elementet kryesore të marrëveshjes së Përzhinës. Përbërja e re e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve duhet të jepë besueshmëri listës zgjedhore dhe të organizojë këto zgjedhje, por kjo përbërje u kompletua me 137 ditë vonesë, gjithsesi më 15 dhjetor të vitit të kaluar. Kjo përbërje duhet të pastrojë listën zgjedhore, të bëjë kontroll në terren për një kohë rekord me qëllim që të mbahen zgjedhjet me 24 prill. Por 24 prilli dështoi, pastaj dështoi edhe data e dytë, ajo e 5 qershorit. Zhvillimet e fundit dhe ligji për falje i presidentit Ivanov vuri pikpyetjen më të madhe, se është e gjallë apo jo marrëveshja e Përzhinës. Për 2 partitë në pushtet, marrëveshja e Përzhinës është e gjallë dhe po zbatohet. Marrëveshja jeton edhe do të jetojë edhe do të mbijetojë dhe është duke u zbatuar në tërësi. Por për 2 partitë tjera opozitare këtë marrëveshje varrosën dyshja VMRO-BDI me vendime të njashme. Nga ana tjetër, komuniteti ndërkombëtar vazhdon të kërkojë respektimin dhe zbatimin e marrëveshjes, si mundësia vetme dhe më e mirë për dalje nga kriza, siç u shpreh dhe sot ambasadori amerikan në vend Jess Bailey. Të nderuar, kjo ishte pak a shumë ajo që karakterizoi marrëveshjen e Përzhinës periudhën një vjeçare të kaluar. Dua të kthehemi në deklaratën e parë pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, atë të komisarit Johannes Hahn. Të shohim së bashku. Kjo natë është e shkëlqyeshme për vendin tuaj, do të hapë dyert drejt perspektivës euroatlantike, duhet të mburreni me liderët e këtij vendi. U kthyem pikërisht te deklarata e eurokomisarit Johannes Hahn. A mund të mburremi me këta lider, zotëri Selmani? Si mendoj se
e dini si është puna, këto të është i kanë ardhë, këtu kanë hynë në këtë situatë papëlqyeshme edhe për ato, edhe duhet gjenë mënyra se si të ka përcet kjo situatë, se këto njerëz kishin bërë punën e vetë ashtu si duhet, nuk do të kishte nevojë që të shkaktojnë krizë, që të vi dikush tjetër për jashtë edhe t'i ulë në tavolinë si fëmijë që të merren vesh. Po unë desha të them disa gjëra që mendoj se janë të rëndësishme për gjithë procesin e përzhinës. Mendoj se si rezultat që duhet të theksohet është demisionimi i Nikola Gruevskit. Mendoj se kjo është shumë e rëndësishme, përkundër asaj se ky si lideri VMRO DPMN-s që ka 60 deputet në kuvend, ai nuk është në gjendje që të ushtroj mandatin e kryeministrit në këtë vend. Dhe mendoj se kjo është shumë e rëndësishme sepse me demisionimin e Nikola Gruevskit në një mënyrë faktori ndërkombëtar dërgon porosi se duhet të demisionohet edhe politika e tij, që përfaqëson mënyrë politike e tij që ka zbatuar në 10 vitet e kaluara. E rëndësishme është edhe formimi i prokurorisë speciale, sepse në një mënyrë faktori ndërkombëtar arriti, me gjitha probleme që dolën pastaj me obstruksione që i bën pushteti, arriti që të krijojë një institucion i cili në mënyrë të pavarur, jashtë kontrollit të partive në pushtet, do nis hetimet për të gjitha keqpërdorimet e pushtetit që ka ndalë nga skandali i përgjimeve. Dhe mendoj se faktori ndërkombëtar ka të qartë se në ato gjysmë milion biseda që i disponon prokurori special, ka shumë çka të hetohet dhe mendoj se kjo është një formë shumë e fuqishme e presionit mbi partitë në pushtet që t'jenë kooperative. Unë mendoj se ajo që më shumë t'i e shqetëson Nikola Gruevskin është prokuroria speciale. Se unë mendoj se i vetmi ky institucion mund t'a dërgoj Nikola Gruevskin mbas grillave. Dhe kjo loj nervash. Është e penguar nga gjitha anët se shohim se puna e tyre. Shiko, nëse prokuroria speciale del me akuzë konkrete për kryeministin Gruevski, për kundër asaj se në pushtet është VMRO DPMN, institucionet e sistemit, policia dhe gjykata duhet të veprojnë. Mirë po, deri më tani nuk kemi asnjë mas paraburgimi, kemi vetëm një paraburgim shtëpiak që më vonë gjykata apelit e tërhequr. Unë mendoj se këto janë sinjalet e para të cilat u dërgohen partive në pushtet dhe veçanërisht liderëve të partive, se në çdo drejtim mund të lëviz procesi. Unë mendoj se ideja faktorit ndërkombëtar nuk e ka krijuar vetëm prokurorin speciale për të friksuar dikë. Mendoj se ky institucion do ketë mbështetje në fuqishme të faktorit ndërkombëtar që ta çojë mandatin e tij deri në fund. Dhe mendoj se kjo është ajo më shumë që e frikson Nikola Gruevskin dhe njerëzit përreth tij. Për krajen flet edhe prezenca e ambasadorëve, shumicën e ambasadorëve në preskonferencat e prokurorisë speciale. Do të themi edhe një të deklaratë e komisarit Han, çka mendoni zotri Neziri? A do ta kishte tërhequr zotri Han këtë deklaratë pas këtyre zhvillimeve gjatë këtij viti? Gjatë vitit të kaluar. Unë mendoj se Han për dallim nga komesarët tjerë për zgjerim që kishin rezultate në politikën e jashtme, sidomos të Bashkimit Evropian në Ballkan, si rajon pretendent për të antarësuar në këtë union, mendoj se në këtë rast Han me rastin e Maqedonisë dështoi. Pra, jo vetëm Han, por dështoi edhe diplomacia evropiane në farë forme, gjë që solli edhe intervenimin gjerman në Maqedoni, pra tani më kemi një të dërguar të posaçëm gjerman, i cili është shumë më tepër aktiv se sa ndonjë diplomat tjetër evropian. Ajo që pritet të ndodhë, mendoj se është një rifreskimi ose riorganizimi i diplomacisë evropiane në Maqedoni kryesisht. Pra pritet të vinë një ambasador i ri i Bashkimit Evropian, i cili mbase do të ketë një qasje me një diplomaci më agresive në zgjidhjen e krizës ose krizave në Maqedoni. Andaj, mendoj se vetë prokuroria speciale, vetë
si që përmendje Naseri, defuqizimi ose demisionizimi i Nikola Gruevskit, paraqet një lloj hapi përpara në drejtim të demokratizimit të vendit. Prokuroria speciale është një institucion me rëndësi, shkaku se unë besoj se do të ndërpresat zinxhirin e korrupsionit si tërhiqet që nga pavarësimi i Maqedonisë, mos shkojmë më herët, pa që çdo qeveri që ndrohej, ose çdo qeveri e re, bënte një lloj pakti të heshtur me atë të vjetrën, ose me opozitën, që të mos hetohen rastet e krimeve, korrupsioneve që ka bërë ajo qeveri, me qëllim që të nesërmen pra të ketë një amnesti të heshtur, të dyanshme. Prokuroria speciale mendoj se do ta ndërpres këtë zinxhir, gjë që është shumë moment i rëndësishëm për Maqedoninë. Nëse shkohet më tutje, pra Prokuroria speciale është vetëm një hap drejt forcimit të institucioneve dhe trupave të pavarur në sistem, në shtet, i cili mendoj se do të vazhdoj me Komisionin për luftimin e korrupsionit Maqedoni, do të vazhdoj me Agjencionin e mediave në Maqedoni, nuk e di saktësisht si quhet, do të vazhdoj edhe me trupat të tjerë të pavarur regulator, siç është Drejtoria e Revizionit Shtetëror e kështu me radhë, të cilat do të kenë një lloj misioni për të mbajtur nën vëzhgim, për të kontrolluar punën e institucioneve dhe për të mbajtur në monitorim gjithat punën e qeverisë apo të zgjedhur ata, punë e cila u pa nga bombat që i publikoi Zaevit, se në të shumtën e rasteve kanë keq përdorur edhe mjetet publike, po edhe pozicionin publik që kanë. Do ta bëjmë shkëpuqjen e parë për reklama, shikues të nderuar, kthehemi më njëherë në klik pas reklamave. Kthehemi në studio, shikues të nderuar, po bisedojmë me Xhelal Nezhidhin dhe Naser Selmanin, bisedojmë për zbatimin e marrëveshjes së Përzhinës dhe mund të konstatojmë se ajo nuk po zbatohet, kurse përfaqësuesit shqiptar në bisedime si duket e dinë më së miri se çka do të ndodhë nëse nuk zbatohet kjo marrëveshje. Propozoj që ta shohim edhe materialin e katërt. Një nga postët më të fuqishme në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve do t'i takoj Dobre Jançevit. Edhe pse të dy partitë shqiptare me këmbgulje siguronin opinionin se sekretari i përgjithshëm i këtij institucioni do të jetë kuadër shqiptar, vendimi i gjeshëm i hodhi poshtë pohimet e tyre. Me njëherë pas arritjes së marrëveshjes për ekspertët e KSZ-s, deputeti i BDI-s Artan Grubi në emisionin Klik Plus publikisht deklaroi se ishin zhvilluar bisedime intensive që posti i sekretarit të përgjithshëm në KSZ të drejtohet nga kuadri shqiptar. Madje ai nuk e përjashtoi as mundësinë që edhe kryetari i KSZ-s të jetë shqiptar. Do zotë edhe zoti Ali Ahmeti dhe zoti Menduthaçi, duke kaluar në pikën e dytë të rendit të ditës, kërkuan që sekretari i përgjithshëm, që është një pozitë shumë e rëndësishme në këtë trup, të jetë shqiptar, për arsye se nëse kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor të jetë Maqedonas, kjo pozitë duhet patjetër t'i takon komunitetit shqiptar, me çrast të dy palët e përkrahen njëra tjetrën dhe u hap goxha debat në takimin e liderëve në lidhje me këtë çështje, dhe unë shpresoj që mos jam absolutisht i bindur që sekretari i përgjithshëm i Komisionit Shtetëror Zgjedhor do jetë shqiptar. Pas vendimit që Dobre Jançev të jetë sekretari i KSZ-s, ka reaguar edhe opozita shqiptare. Në komunikatën e lëshuar nga PDSH thuhet: me votën e antarëve të BDI-s zgje Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për sekretar zgjodhi Maqedonas, edhe pse ekzistonte marrëveshje e cila parashiste që një kuadër shqiptar të udhëheq me këtë pozicion shumë të rëndësishëm. BDI herë për interes të LSM-s e herë për interes të VMRO-s, por gjithmonë në dëm të shqiptarëve, edhe këtë radhë, me votën për Maqedonas në vend të shqiptarit, vërtetoi se nuk është i rastishëm pozicioni diskriminues dhe nënçmues i shqiptarëve gjatë qeverisjes së tyre. Ky vendim i BDI-s që të votojë për Maqedonas dhe jo për shqiptar në masë të madhe ka dëmtuar interesin shqiptar në përgjithësi, veçanërisht në këtë institucion, kur dihet se edhe kryetari i KSZ-s është me përkatësi etnike maqedonase. Por edhe Partia Demokratike Shqiptare ka qenë pjesëmarrëse dhe ka nënshkruar marrëveshjen politike lidhur me reformat në KSZ. Antari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Subi Jakupi, ka lëshuar mbledhjen e gjeshme në shenjë revolte, sepse në mesin e 3 kandidatëve konkurrent për pozitën e sekretarit të përgjithshëm nuk ka pasur asnjë shqiptar. Ai thotë se në thirrje publike janë paraqitur 14 persona, prej të cilëve 7 kanë qenë shqiptar, por asnjëri prej tyre nuk ka arritur që të hyjë në treshën e fundit, edhe pse sipas tij ka pasur kandidatë shumë të mirë. Nga kjo unë kërkova që
në këtë mënyrë, me këto kriteriume, me që shumic janë Maqedonës, dhe ne vim në bivotim, a mo të themi me mbas të këtyre kriteriumeve nuk kaloj kandidat shqiptar, dhe unë si antari i KSZ-s potencova se edhe kur janë cilësor kuadrës shqiptare, me këtë mënyrë nuk mund të kalojnë që të jenë në garë. I kontaktuar nga TV21, antari shqiptar nga radhët e ekspertëve Recep Prekopuca thot se rregulloria me të cilën është përzgjedhur sekretari i përgjithshëm është votuar nga të gjithë antarët dhe fajtori nuk mund të kërkohet tek eksperti shqiptar. Ai thot se dëmi do të ishte shumë më i madh nëse zvarritej edhe më shumë zgjedhja e sekretarit të përgjithshëm. Prekopuca thot se kandidati shqiptar ka qenë kuadër shumë i mirë dhe ka marrë notat më të larta nga intervistat me antarët e KSZ-s, por pengesa kryesore që mos të hyjnë në 3 kandidatët më të mirë ka qenë ajo se 3 kandidatët tjerë kanë qenë të punësuar në KSZ dhe direkt të kyçur në procese zgjedhore, që automatikisht u jep më shumë pikë. Pozita e sekretarit të përgjithshëm në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve konsiderohet mjaft e rëndësishme. Një ndër kompetencat kryesore të tij është edhe emërimi i përfaqësuesve të administratës në këtë institucion. Pam se si përfaqësuesi i partisë më të madhe shqiptare dhe njëkohësisht pjesëmarrës në bisedime thotë se kryetari i KSZ-s do të jetë shqiptar, madje është i bindur dhe thotë se kjo gjë është vetëm më e sigurt. A është kjo pasqyra vërtet e partive shqiptare dhe pozita që kanë pas në këto bisedime? A ndjen kaq shifrat sepse ndjen kaq të pafuqishme në gjithë këtë proces? Kjo tregon se roli i faktorit shqiptar gjatë procesit përzgjidhjes ka qenë kështu formal, vetëm sa mos me kriju në një farë revolte në opinion të popullsia shqiptare, se janë ullë faktorin ndërkombëtar dhe Partitë Maqedone merren vesh mbas shpinës së shqiptare. Unë mendoj se faktori shqiptar është pasivizuar gjatë këtij procesi, sepse atëherë ato kur duheshte të bëjnë zhurmë dhe të insistojnë që agendën e tyre politike të realizojnë, ato kanë heshtur. Edhe si dukur faktori ndërkombëtar ju tha, koha e juaj kur duheshte të bëni zhurmë, kaloi tashti, do heshni se tashti fjalën kryesore e kemi ne. Kjo tregon se zoti Grubi ka qenë i painformuar prej VMR-s se kush do të jetë sekretari i KSZ-s. Dhe ju kur nuk keni informacion sakt, atëherë dilni qesharak se faktikisht ju imponoheni në situatë kur s'keni pozicion të imponoheni. Edhe mendoj se qasja është e gabueshme. Nëse ju thoni se sekretari do jetë shqiptar, faktori ndërkombëtar këtë qasje nuk mund ta pranoj. Po ju duhet të ofroni një kandidat i cili plotson kushtet dhe i cili është në gjendje të ushtrojë atë funksion. Dhe ju duhet ta ofroni si zgjidhje si person i cili është në gjendje të bëjë punën, jo se është shqiptar. Dhe këtë qasje sigurisht... Tash kemi problemin me votuesit, ka ndalë disa zëra në opinion se mund të fshihen gurbetçin shqiptar. A mund tash kjo të reflektohet, kjo pozitë shumë e rëndësishme në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, a mund të reflektohet edhe në atë vendim? Shive, puna e pare asaj shifre, unë mendoj se është kontestuese. Ky numër për mua është i kontestueshëm, do ju them për një arsye të thjeshtë. Si erdhen ato deri te ky numër, se 100.000 shqiptar që kanë jashtë, që mund edhe të jetë 100.000 shqiptar që jetojnë jashtë vendit, përkohësisht punojnë në vendet e Bashkimit Evropian apo në Amerikë apo gjetë. Dhe në anën tjetër asnjë maqedonës që jetua ka jashtë. Kur e dim se 100.000 maqedonas gjatë 10 viteve të fundit kanë marrë shtëtësi bullgare. Unë nuk besoj se maqedonasit i kanë marrë shtëtësi bullgare që të punoj speca në Strumic atje. Ato shtëtësinë kanë marrë që t'ikin jashtë gjejnë punë. Pasaporta bullgare atyre ju mundson punësim në vendet e Bashkimit Evropian, studim në vendet e Bashkimit Evropian. Edhe atëherë, si që ka e mundur, këto 100.000 njerëz që kanë marrë pasaport për tik prej Maqedonisë, tashti po del që janë këtu në vend. Atëherë, çfarë bëjnë partitë shqiptare këtu në Maqedoni? Problemi është se këto tashti e kanë kriju një problem, edhe për të treguar të shqiptarët, se ja këto po luftojnë për shqiptarët që të rinë në listën zgjedhore, unë mendoj se ato nuk mund t'i fshin, është absurde t'i fshin ato, po vetëm kanë kriju
një kinse risk për fshirjen e shqiptarëve dhe pastaj ato do ngelen në listë dhe do dalin këto, do krenohen se ja ne I mbrojtëm shqiptarët. Shqiptarët as nuk kanë mundësi t'i fshin, se ato janë shtetas të Maqedonisë dhe unë nuk mendoj se mund të ketë një institucion në Maqedoni që mund të merë guximin që t'i fshi ato nga lista zgjedhore. Po çështja kryesore këtu shtrohet, a mund partitë shqiptare të ndikojnë që të pastrohet, vërtet pastrohet lista zgjedhore për atyre maqedonësve që ja, për X arsye janë në listë, nuk duhet janë në listë. Se këtë gjë duhet ta kemi parasysh. Maqedonësit edhe pjesa maqedone, kur braktis vendin, kur del jashtë, ato shkëpusin të gjitha lidhjet me vendin. Shesin pronën, shesin shpit edhe ikin largohen që për të mos u kthyer asnjë. Mund në këtë drejtim tash të luan rol edhe ky post si sekretar gjeneral, se është post I rëndësishëm, do të pajtohemi. Shive, unë mendoj se faktorin shqiptar nuk e ka këtë pozicion, sepse paraprakisht ato nuk e kanë, shiko, ju nëse nuk e ndërtoni pozicionin tuaj, nëse shkoni atje vetëm dhe jeni si statist gjatë procesit, nuk e ndiqni procesin, nuk ofroni zgjidhje, nuk polemizoni, nuk argumentoni, do të si ju mund prisni diçka për atij procesi. Këto shkojnë aty rrinë, çdo gjë që propozon VMRO-ja e mbështesin, edhe pastaj dalin thonë se ne mbrojmë interesat e shqiptarëve. Duke mbështetur propozimet e VMRO-s ju nuk I promovon interesat e shqiptarëve. Këto thjesht nuk kanë pozicion, sepse dihet, janë çështjet se janë të kapur, janë gjatë periudhës kaluar kanë hyrë në korrupsion, në krim të organizuar, kanë bërë kompromise që nuk kanë guxuar t'i bëjnë, dhe tash VMRO-ja I shantazhon, dhe kjo është shumë e thjeshtë. Dhe mendoj se opinioni shqiptar këtë e ka kuptuar. Dhe mendoj se është mirë faktori ndërkombëtar që e ka pasivizuar këtë faktor të kompromituar shqiptar anësh, sepse se këto tash kanë vetëm një mundësi që mund në vend që të na ndihmojnë, këto mund të na bëjnë një shërbim të keq. Neve po mund të bëjnë shërbim VMRO-s. Dhe jo rastësisht kohëve të fundit po ndodhin incidente të cilat mund një mënyrë të nxisin konflikte etnike. E vetmja rrugë e faktorit Maqedonas që ta shmang agendën e Përzhinës është që të shkaktoj konflikt etnik. Prandaj faktori ndërkombëtar ju thotë shqiptarëve heshni, është agenda ajo reforma që duhet bëjnë partitë maqedone, se faktori ndërkombëtar e ka kuptuar se problemet etnike, problemi I emrit nuk mund zgjidhet pa demokratizimin e këtij vendi. Në fakt, pa çlirimin e politikës nga krimi, nga shërbimet inteligjente, nga ky ngërç do thotë I gjyqësisë, I politikës, I ekonomisë, është e pamundur që ju të keni një proces normal politik I cili në fund do të sjellë rezultate. Prandaj ata thonë, mbani zgjedhje të kredibile, sepse ato dyshojnë se në Maqedoni ka zgjedhje kredibile. Ju keni 2 milion banor, keni 2 milion votues. Kjo është paradoksi më I madh. Pastaj thonë, çlironi gjykatat nga kontrolli politik. Pastaj thonë, bëni reforma në sektorin e zbulimit dhe kundër zbulimit, shërbimive inteligjente. Unë mendoj se ajo është reforma, për herë të parë, faktori ndërkombëtar, me kështu në mënyrë drejt për drejt e thekson këtë si problem, se shërbimet e pareformuara, inteligjente, qoftë ai civil apo ai ushtarak, janë pjesë e problemit. Ato faktikisht ju e pa gjatë bombave që I publikoi Zaev, se është shërbimi inteligjent ai që është pushtet ekzekutiv. Ke kryeministin, ke shërbimin inteligjent dhe I ke të gjitha institucionet. Në vend që të jetë pushteti ndarë në pushtet ekzekutiv, pushtet ligjvënës dhe pushtet gjyqësor. Këtu ke pushtet të një kryeministri autoritar, ka shërbimin inteligjent, ka krimin organizuar dhe I ka vënë në kontroll gjitha institucionet e rëndësishme demokratike. Faktikisht ju nuk keni demokraci. Dhe jo rastësisht unë vazhdimisht e përsëris. Kjo Maqedoni, ky vend, dhe duhet përsëritet vazhdimisht, është shtet policor. Qeveriset me metoda policore. Maqedonia nuk është shtet demokratik. Ajo që shkruhet në kushtetut s'ka lidhje me realitetin në teren. Po, pikë, zotërin Ezili, përmendet edhe shkurtimin e
i pafundeve, si duket përfaqësuesit e partive shqiptare, mos e mirë e dinë se çka na pret nëse nuk zbatohet marrëveshja e Përgjinës. Propozoj që nëse nga regjia janë gati të shohim materialin e 4 dhe deklaratat e përfaqësuesve të PDSH-s Bekim Fazliut dhe Bekim Nezirit. Nëse eventualisht dështon që unë nuk besoj se do të ketë guxim ndonjëra palë që t'i prish bisedimet, nëse eventualisht ndodh një gjë e tillë, atëherë jam i bindur se do të dinë shumë mirë faktorin ndërkombëtar që t'i penalizon ata që do të jenë fajtorët kryesor për dështimin e kësaj marrëveshjes. Kuptohet nëse këto bisedime dështojnë, vendin e pret një izolim politik, izolim ekonomik që do të kushton për të gjithë qytetarët e Maqedonisë, po edhe për ata subjekte politike të cilët participojnë në Republikën e Maqedonisë. Si duket kanë të qartë, e dinë edhe vetë se çka na pret nëse nuk zbatohet marrëveshja e Përgjinës, por përsëri vazhdojnë të jenë pjesë e qeverisë, pjesë e bisedimeve. Bllokimi i pafundeve është vetëm paralajmërim se çka mund të ndodhë në vazhdim nëse nuk në kohë më të shkurtër nuk zbatohet marrëveshja e Përgjinës. Normalisht se Maqedonia funksionon bazë të kredive që i merr nga jashtë kohëve të fundit dhe nga burimet mbrëmshme, pra nga bankat e Maqedonisë, kredi me cilat çdo muaj bën pagesën e rrogave të administratës, të institucioneve, të punëtorëve që janë në shërbimet të shëndetësore kështu me radhë. Pra, çdo muaj vendi huazon mjete, huazon financat që të bëj pagesa. Pra, borxhi i Maqedonisë, pra borxhi publik i Maqedonisë, ka ardhur deri në atë fazë që pa infuzione financiare nga jashtë, pa një klim të mirë biznesi, por edhe politike në Maqedoni, nuk mund të sigurohen ato kredi. Pa e dim se çdo vit ai deficiti buxhetor është 300 milion euro, 300 milion që të mbushen me kredi që vendi i merr nga jashtë. Kohëve të fundit kemi refuzim të bankave evropiane, bankave të mëdha siç është Deutsche Banka, të kërkesave për kredi nga ana Maqedonisë, kredi që i merr Maqedonia nga kreditorët e jashtëm janë gjithnjë më shumë janë më të disfavorshme për vendin, gjë që nëse gjithë këto burime financiare për mbajtjen e sistemit gjallë në Maqedoni mbyllen, thjesht thënë, pra, me fjalorin më thjesht, këtu do të ngelin pa rroga administrata, do të ngelin pa rroga policia, do të ngelin pa rroga punonjësit e shëndetësisë e kështu me radhë. Pra në atë rast, brenda 24 orëve ose brenda një jave, në Maqedoni mund të ndodhë ajo që ndodhi në Greqi. Pra të dalin njerëzit jashtë dhe të protestojnë dhunshëm. Për dallim nga Greqia, Maqedonia është një vend fragjil, pra një vend ku shpesh ndodhin acarim të marrëdhënieve ndërretnike. Në një situatë kur kemi krizë financiare, ajo mund të reflektohet edhe si një katalizator i konflikteve ndërretnike. Tani për tani ai konflikt mbahet në rrafshin politik, por kjo nuk ka asnjë garancë se mund të degenerojë në një konflikt etnik ose ndërretnik. Kishim rastin e Kumanovës, kishim rastin e incidentin e fundit, gjë që tregoj se mosdurimi ndërretnik në Maqedoni nuk është në nivel i cili do të përballonte një izolim financiar të vendit, do të përballonte një izolim edhe politik të vendit dhe do të përballonte një krizë me të cilën vërtet do të ballafaqohej vendi. Pra, është një periudhë e cila është tepër e rrezikshme për vetë qytetarët e Maqedonisë, nëse qeveria, pra VMRO-DPMNE-ja, BDI-ja, vazhdojnë që të mos implementojnë ashtu siç është shkruar marrëveshja e Përgjinës, ashtu siç është garantuar nga faktori ndërkombëtar, që do të thotë krijimin e kushteve për zgjedhje korrekte dhe demokratike, duke demokratizuar institucionet, duke ndarë nga partia, duke demokratizuar hapësirën mediatike pra në Maqedoni dhe duke krijuar një atmosferë korrekte për gjithë pjesëmarrësit në ato zgjedhje. Pra, nëse vazhdohet ky pengim, pra i këtij procesi që buron nga marrëveshja e Përgjinës,
rrjedhimisht pra edhe ka edhe paralajmërime se vendi do të ndodhë një izolim i hatashëm edhe politik, edhe financiar, gjë të cilën nuk besoj se do të mund të përballojë Maqedonia si shtet. Zotri Selmani, këtë skenaçe për cek zotrin Eziri, a mund që kjo izolimi ekonomik që përfundimisht të gjithë qytetarët të nxjerrë në rrugë, dhe është një mundshëm një skenar i tillë? Absolutisht. Propaganda e pushtetit përpiqet ta bind opinionin Maqedonas duke përdorur median e kontrolluar nga pushteti, se skandali i përgjimeve është vepër e faktorit ndërkombëtar, e shërbimeve amerikane, perëndimore, evropiane, kështu me radhë. Unë mendoj se faktori ndërkombëtar ka instrument shumë efikas për ta gjunjëzuar këtë politikë, këtë qeveri, këtë vend, se sa të merret me çështje përgjimesh, publikimesh, skandale, jo, unë nuk them se ato edhe nuk i kanë ditur këto zhvillime këto në Maqedoni, po mendoj se ka instrumente tjera përmes të cilave mund të arrijnë qëllimin që dëshirojnë të arrijnë. Mendoj se nëse Maqedonia mund kujtohet, do ju transmetoj një bisedë kështu që kam pas me koordinatorin e grupit parlamentar të VMR-s, edhe në një moment i them mirë, nëse ju s'doni ta ndroni emrin, nëse ju nuk doni ta demokratizoni vendin, nëse ju nuk doni të integroni në Bashkimin Evropian, është korekte t'i thoni Bashkimit Evropian, kushtet që na keni vënë, nuk i pranojmë dhe ne tërheqim kërkesën për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Atëherë pse na mundoni? E di cila ishte përgjigjja e tij? A jeni ju në mendje, a jeni thot në e dini ju çka flisni, thot, du të heqim dorë, thot, prej qindra milionave euro që na vinë këndej, në bazë të programeve të ndryshme të Bashkimit Evropian, thot, ne do kapitullojmë, thot, si shtet, nëse nuk i kemi këto fonde. Mendoj se vendimet e sotshme të Komisionit Evropian janë paralajmërim serioz i regjimit në Maqedoni, se nëse nuk lëviz shpejt, ky shtet do kolaboj, do bie, do rënohet, ashtu si ra shteti i Greqisë. Dhe rrisqet për Maqedonin në një situatë të tillë, në një situatë të problemeve të pazgjidhura etnike, ekonomike, sociale, presioneve që bëjnë fëqinj ndaj Maqedonisë. Mendoj se Maqedonia do të ketë shumë vështirë pastaj të arrijë këmbët. Dhe kushtet që do t'i vejë faktorin ndërkombëtar, konkretisht partive maqedone, sepse pushtet këtu kanë partitë maqedone, këto tonë janë vetëm për dekor aty, do t'jenë shumë të këqija dhe shumë më të vështira për t'i plotësuar se sa tash. Mendoj se edhe këtë duhet opinionit publik t'i bëhet e qartë, se Nikola Gruevski është vetëm fytyra e regjimit. Për cilin regjim flas? Regjimin apo establishmenti i Maqedonës mendon se në Maqedoni duhet ushtroj pushtet apo tjetë në pushtet një parti nacionaliste. Ata mendojnë se nacionalizmi maqedon, nëse është në pozicion që të kontrolloj institucionet e sistemit, do të nxjerrë më tepër prej faktorit ndërkombëtar, do të përmirësoj, do të ndërtoj pozicione më të mira, edhe për çështjen e integrimit, edhe për çështjen e zgjidhjes së emrit, edhe për çështjet etnike brenda. Mendoj se këto porosi që i çon faktorin ndërkombëtar, ju thot, këtij regjimi, këtij establishmenti thot, se kjo qasje e juaj është e papranueshme, nuk do ju funksionoj, faktori ndërkombëtar nuk do të bie prej këtyre shantazheve dhe faktori ndërkombëtar nuk do lejojë që në Maqedoni të ketë krizë apo konflikt ndëretnik. Maqedonia do gjunjëzohet përmes instrumenteve financiare dhe faktori ndërkombëtar ka aq ndikim që të parandalojë çdo konflikt etnik. Unë mendoj se edhe incidenti i fundit që ndodhi në Kumanov nuk është i rastishëm. Mendoj se ky incident është incidenti më i poshtër, më i pandershëm që u bëhet shqiptarëve. Prekën, do thot, ajo kategori që është më e ndihshme, prekët familja, prekën fëmijët. Ato me siguri kanë kalkuluar që shqiptarët në këtë situatë do reagojnë në mënyrë të pa kontrolluar dhe do nisin ekspedita apo aksione hakmarrëse kundër maqedonësve. Po mund vjen mirë që shqiptarët e kuptojnë se
fajtor për këtë vrasje është një manjak, një person i smur psiqik, i cili mund tjetë i manipuluar nga do një institucion shtetëror, po këtë krim ti nuk mund t'jam veshish gjithë bashkësisë maqedonase. Dhe kjo tregon një farpjekurie të shqiptarët e Maqedonisë. Nuk flasë për faktorin politik i cili po flasë për njerëzit e zakonshëm, dhe ato e lexuan drejt provokimin, ju shmangën këtij provokimi, po sigurisht që dhe dërguan mesazhe shumë të qarta. Më bani një përshtypje shumë të mirë, një djalë i ri atje që tha, nëse gjykata dhe prokuroria përpiqet që këtë kriminal, që këtë vras, ta bëj të smur psiqik, apo të thotë se është njeri i smur dhe nuk mund të gjykosh, atëherë të gjithë ne do bëhemi të çmendur. Dhe ishte një porosi shumë serioze, do thotë që institucionet në mënyrë korrekte ta bëjnë punën e vet dhe vrasit merr dënimin e merituar. E çka se faktori ndërkombëtar ka metodat për ta gjunjëzuar këtë. Maqedonia është aq lehtë e shantazhueshme, aq lehtë mund të... Dua të flasim konkretisht për Nikola Gruevski, se ajo është fytyra kryesore dështoi 24 prillit, dështoi edhe 5 qershori. Nikola Gruevski nuk mund të jetë kryeministër i Maqedonisë. A dua të dalë aty? A do të thotë se po humb fuqinë ngadalë, sepse dështuan 2 data ku unë sipas ashtu si shoh punë, ka 2 zgjidhje. Zgjidhja e parë është zgjidhje e pjesshme, dhe e dyta është zgjidhje e tërësishme. Nëse faktori ndërkombëtar dëshiron që nacionalizmin maqedon, fytyrë e këtij nacionalizmi është Nikola Gruevski, ta përdor për zgjidhur çështjen e emrit, kjo është zgjidhje e pjesshme. Do thotë do ta përdor si kartë për ta detyruar VMRO-n të pranojë një marrëveshje e cila do thotë që Maqedonia të ndrojë emrin, që mos jetë Republika e Maqedonisë, po të jetë Republika Veriore apo e epërme apo nuk e di si. Dhe zgjidhja e tërësishme është që ta demisionoj tërësisht Nikola Gruevskin, klanin e tij ta akuzoj për krimet që ka bë, dhe një qeveri e re që do dali pas zgjedhjeve të merret me çështjet e demokratizimit të vendit, të konsolidimit të demokracisë në Maqedoni, rikthimin në kursin e integrimeve evropiane, dhe sigurisht edhe zgjidhjen e problemeve etnike të cilat nuk janë të zgjidhura. Po mendoj se kjo është e rëndësishme, se faktori ndërkombëtar në vend të parë ka vendosur që t'ua merr këtë, si thosh, këtë monopol që ka Bashkësia Maqedone mbi institucionet e sistemit. Ato insistojnë që institucionet e shtetit të jenë neutral ndaj bashkësive, dhe ato në mënyrë të drejtë, në mënyrë të njëjtë trajtojnë gjithë qytetarët e vendit, pa marrë parasysh janë maqedonas, janë shqiptar, janë turq. Dhe nëse ky instrumentum i merret palës maqedonase, atëherë edhe pozicioni shqiptar do përmirësohet dhe do kenë në të ardhmen mënyrë që të ndikojnë më tepër mbi vendimet që marrin institucionet shtetërore. Zotërin Neziri, cekët më parë se ndoshta në rastin e Maqedonisë komision ose politika jashtme e Bashkimit Evropian ndoshta nuk ka qenë as efikase. Sa ndikoi kriza e migrantëve në këtë, të themi, përkthjeljen e Maqedonisë nga ana e Unionit Evropian? Nëse atë që arriti ta përdor me mjeshtri për të hapur disa dyert në zyrat e Bashkimit Evropian, Gruevski e bëri me refugjatët, pra, refugjatët që vinin nga lindja, që të arriti që t'i mbaj në anën e kufirit grek dhe të aktroj, kinse paraqet një port mbrojtëse për gjithë Bashkimin Evropian. Gjë që tashmë nuk është rast se mund ta përdor, pasi porta kryesore e cila është një lloj mbrojtëse për Bashkimin Evropian është Turqia në këtë rast. Pra pas marrëveshjes Bashkimi Evropian-Turqi, pra Maqedonia e humb atë rol që e kishte në kontekst të krizës me refugjatët. Andaj, veprimi i diplomacisë evropiane, konkretisht i asaj gjermane, është shumë konkret. Nëse e marrim të analizojmë vizitat e Heindelit, pra në vizitën e parë u anuluan zgjedhjet. Pra, në vizitën e dytë u anulua abolimi ose falja e presidentit Ivanov. Tash në këtë vizit, pra, kemi një
një kurs të ri të diplomacisë evropiane ose gjermane, e cila parashes sanksione apo izolim financiar të vendit. Pra, kemi një shtrëngim konstant të ngadalshëm të Maqedonisë, mirë po, i cili do të çojë vendin deri te pranimi i zgjidhjes, pra i cili nënkupton hetim të rasteve të korrupsionit, hetim edhe të rasteve të korrupsionit që janë të lidhura me figurat larta të partive në pushtet, siç është rasti me kryetarin e VMRO-s Nikola Gruevski, pra mbase edhe burgosin e tij. Pra jo që unë mendoj se Gruevski kërkon këtë rast. Nuk është që të siguroj një karrierë politike në tarme. Ai kërkon të dalë nga kjo valle ku është futur vetë. Pra ai e ka qartë seriozitetin e problemit, e ka qartë se përveç perëndimit aleat tjetër nuk ka, edhe pse ka flirte me Rusin, ka flirte edhe me Kinën, mirë po ai e din se partneriteti me Rusin, ose gjithkush nga Ballkani që ka bërë partneritet me Rusin, pra asnjëherë nuk ka qenë një partneritet i bazuar në mirëkuptim dhe në besim, por që ka përfunduar siç ishte rasti me Miloševićin, i cili më në fund të përfundojnë hap. Ashtu që atë që kërkon Gruevski është një derë dalse nga kjo krizë, me atë që do t'i shpëtoj hetimit, do t'i shpëtoj edhe gjyqit, dhe do të shpëtoj edhe burgut. Jemi edhe në minutat e fundit e misionit, pas vizitës vitin e kaluar të Victoria Nuland, unë shkruaj edhe marrëveshja e Përzhinës të shpresojmë se pas ardhjes së saj gjërat do lëvizin prapa. Do duhet patjetër ta përfundojmë misionin zotëri Selmani, urnoni vetëm një fjalë ta faktorit amerikan, kriza në Maqedoni nuk. Të shpresojmë se zonja Nuland do të na sjell diçka të mirë. Ju falenderoj që ishit pjesë të emisionit Klik sonte. Shikues të nderuar, kjo është gjithçka që përgatitëm për ju sonte. Mbeteni me televizionin 21.